Shumica e votuesve të regjistruar në listën zgjedhore kanë të drejtë që përsëri të drejtohen kutive të votimit në rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale për të zgjedhur kreun e komunës së tyre. Të drejtën e votës në rrethin e dytë e kanë 1.013.357 votues, nga mbi 1.8 milion votues sa janë regjistruar në listë. Aparatet biometrike të identifikimit në zgjedhje, të zbatuara për herë të parë në zgjedhjet lokale të vitit 2021, do të përdoren dhe gjatë votimit të sotëm. Votimi si proces nuk ndryshon nga zgjedhjet e kaluara. Ai bëhet personalisht dhe votuesit do të jenë në gjendje të votojnë vetëm një herë duke u identifikuar me kartë identiteti ose pasaport. Personat, dokumentet e të cilëve kanë skaduar nga dita e shpalljes së zgjedhjeve e deri më 19 tetor, gjithashtu do të jenë në gjendje të votojnë. Para se të marrin fletën e tyre të votimit, votuesit do të kontrollohen me pajisje identifikimi biometrike, me gishtin e madh të dorës së gjatë. Votimi bëhet në mënyrë të pavarur, fshehur azi, pas kabinës me stilolaps të kaltërt. Flet votimi vlefshëm llogaritet vetëm ai, në të cilin në mënyrë të qartë është rrethuar numri i kandidatit ose listës së kandidatëve. Gjithsesi, pjesëmarrësit në zgjedhje. Flet votimet për kryetar komune dhe ata për këshilltar vendosen në kuti të posaçme. Votimi në grup, votimi familjar ose me dikë tjetër, fotografimi në qendrën e votimit dhe mbajtja e armëve në qendrën e votimit janë të ndaluara. Votuesit që kanë nevojë për ndihmë gjatë votimit do t'i ofrohet, megjithatë është e patjetërsueshme që ata duhet të shprehin vetë vullnetin e tyre. Zgjedhjet lokale do të monitorohen nga 1569 vëzhgues, nga të cilët 904 janë vendas dhe 651 janë ndërkombëtar. Monitoruesit kanë të drejtë të vëzhgojnë punën e KSZ-s, këshillave komunal zgjedhor dhe këshillave zgjedhor në vendvotime, duke shënuar gjetjen e tyre, por pa penguar punën e organeve zgjedhore. Të drejtë të ndjekin procesin pa e penguar atë, kanë dhe të gjithë mediat vendase pa pasur nevojë për leje plotësuese, por 10 gazetarë të huaj të cilët janë akredituar paraprakisht në KSZ. Votimi për kryetar të komunave ka përfunduar në 44 komuna dhe rezultatet janë zyrtarizuar. Zgjedhjet nuk ishin të suksesshme në 4 komuna: Gostivar, Vrapqisht, Qendër Zhup dhe Mavrov Rostush, ku nuk u arrit cenzusi. Zgjedhjet e reja në këto komuna duhet të caktohen në afat prej 60 ditësh pas rezultateve përfundimtare. Në përsëritjen e zgjedhjeve nuk parashikohet cenzus.